Janë rikthyer kërkesës për të vazhduar të tregtojnë produktet e tyre tek tregu tek ish uzina Dinamo në kryeqytet. Rreth 50 tregtar të cilët janë kundër zhvendosjes në vendodjen e re, e cila tashmë është në Kamës. Ne kemi bën kërkesë në muajin tetor me shkrim që t'i kërkojmë një takim, qoftë kryetarit, qoftë nën kryetarëve, që t'na japin një përgjigje. Ne kemi zgjedhur problemin që të stabilizohemi në një vend aty, por këta nuk na lanë, sepse këta e lëvizin topin sa të prefektura, sa të një ministri i punës, sa të bashkia. Dhe ne dom të ligjërohemi, tjetë një vend që të ligjërohemi e të shkojmë sipas konform rregullave që ka shteti dhe bashkia në fuqi. Jemi treg me pakicë të shesim të organizuar 50 veta për të shërbyer atij komunitetit aty, në bazë të çdo rregulli, në bazë të pagimeve të sigurimeve shoqërore, në bazë të pagimeve të taksave të bashkisë. Ta më mirë pranojnë ne të shesim rrugëve të pa organizuar sepse të shesim të organizuar. Ai quhet një treg për komunitetin aty pranë. Nuk quhet as treg shumice, as treg nacional, as treg. Ai është një treg siç kanë gjithë lagjet e tjera. Sipas tregtarëve, kjo është hera e tretë që dorëzojnë kërkesë në Bashkinë e Tiranës, por duke qenë se nuk kanë marrë asnjë përgjigje, vazhdojnë të tregtojnë produktet e tyre jashtë ambienteve të tregut tek ish uzina Dinamo.